me asë një shpifje, nuk e la do të vetën tënde. Damjan, dile bëj be këtu që s'ke qenë në... Dil bëj be, dil betohu këtu, betohu që nuk e qenë në Aruba. Dil këti, kurse përsaj për këtë asaj, të garantoj që gjithë qka është trillim dhe vetëm trillim. Fatmirësisht dosin e ka ndorë një armik i imi, që quhet Troplini, Altin Troplini, Altin Gjoka. Aja ka dosjen. Dhe ai me zi do prishte të shifte, kurse ty të fshehaj. Olsi Ramen e fshehaj. Angela Gacin e fshehaj. Nuk e fsheh për ty. Nuk e fsheh për Egjulin. E fsheh për Edi Rama. E fsheh. Tani, në qofë se ti thua nuk kam qenë, dil bëj be këtu, në Bibel, betohu vene këtu Biblen, edhe je laju para shqiptarve. Bëj be. Por nuk bëndot be. Jo, nuk bëndot. Dil provoje. Hajde provoje. Kurse unë thuaj kërko ti publikojnë. Kërko ati ti publikojnë për vërtetuaj që nuk je ti. Kërkoni ti publikojnë. S'kërkoni dot. Sulen Edi Rama. Sulejon Edi Rama. Ata hapin lafet. Për ty, lafet janë të tyre. Kërko ti publikojnë. Këtë të thema më ta për jo. Po që... Falenderit. Ulluni zoti Berisha. Mbaroj koha. Vijojmë me kërkesat për procedurë. Zoti Redi Muçi. Me listë. Me listë. Kush? Asnjëherë s'e ka marrë. Se ka marrë askush. Askush. Me listë, sipas procedurës, zoti, jo, nuk do ta marrësh kur e do ti. Kur ta kesh radhën. Kur e do rregulloria. Sepse Damjani është nga grupi tjetër parlamentar dhe alternohet tot rregulloria. Alternohen grupet. Dakor? Zoti Redi Muçi. Atere, për procedur, unë dua të di nga kolegët e mazhorancës se edhe për sa kohë do vazhdojnë të shtiren sikur s'po ndodh asgjë. Edhe për sa kohë do vazhdojnë të krijen, ndërkohë që flaka ka arritur te gjuri. Është dita e 19 e një proteste të vazhdueshme ku 100.000 qytetarë të këtij vendi kërkojnë dorëheqjen e kësaj qeverie dhe ju vazhdoni të bëni sikur s'dëgjoni. Rezoluta e Parlamentit Evropian ju nxiu faqen. Ju tha shfuqizoni ligjet për të cilat po protestohet. Ju ndërpreu lejet e ndërtimit me të cilat ushqeni trafikantët dhe oligarkët. Salla e Parlamentit Evropian po kumbon ende nga fjalimet e eurodeputetëve në mbrojtje të kërkesave të protestuesve. Deputetja suedeze doli dhe tha se si shpërfillen, injorohen nevojat bazike të shqiptarëve për një pakisë të privilegjuar. Deputeti gjerman doli tha për korrupsionin politik që po pamundson shtetin e së drejtës. Deputetja italiane doli dhe tha se Shqipëria është bërë model për gjithë Evropën se si protestohet kundër një pushteti dhe një opozite që nuk e përfaqëson më popullin e saj. Dhe gjithë ata janë duke na thënë se si po komprometoni rrugën për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe ju vazhdoni të bëni sikur s'dëgjoni. Deputetja juaj e dha dorëheqje nga partia në nder të saj dhe sot po denoncon se si po i kërcënohet familja nga krimi organizuar i partisë tuaj dhe ju çfarë bëni? Ju dini dhe thoni se ndiheni të tradhtuar, në vend se të ndiqni shembullin e saj, në vend se të dini në krah në këtë moment, ju qenkeni të tradhtuar. E di se kush është i tradhtuar? Ata studentët e 2018-s, kur Neo Malsoria u fut në Partinë Socialiste. Po sot që e bëri gjestin e saj,
ju ndjeni tradhtor, ju që jeni mbërthyer mbrapa koltukut në pritje të deklaratës së radhës së sultanit, ju që thoni mbase e hedhin lumin dhe kësaj radhe dhe dini këtu dhe recitoni fjalime me zhvillime, me integrime e bashkull e kësaj natyre, ju jeni të tradhtuar. Unë vetëm në këtë parlament kam pa njerëz që edhe shtiren si patriot, edhe janë hajdut të adheu të tyre. Dhe patriot dhe hajdut të adheu nuk kam parë gjikundi tjetër. Se në fund të ditës, hajduti që është hajdut, është 100 herë më i ndershëm se sa patrioti hajdut. Prandaj, sa më gjatë të bëni sikur s'dëgjoni, aq më shumë do mbushet sheshi, aq më fort do kumboj thirrja Ramanburg, Berishamburg, prandaj zhbllokoni veshët dhe jepni dorëheqjen sa s'është vonë përpara se t'ju marrë përpara vala e muefit të mbar shqiptarëve kudo që ndodhen. Zoti Berisha, replik. 2 minuta. Edhe një herë, ndryshoni agjenden, vendosni në agjend ligjet të cilat kërkojnë protestuesit dhe kanë mbështetje plot të Parlamentit Evropian. Parlamenti Evropian dje ka vendosur në rezolut kërkesën për moratorium të çdo lloj leje në zonat e mbrojtura, të çdo lloj ndërtimi, të çdo lloj zhvillimi në zonat e mbrojtura dhe anullimin e ligjit që ka kërkuar prej kohësh Komisioni Evropian. Përputhuni me agjenden e madhe të protestuesve. Natyrisht, e kam thënë dhe e them, Mr. Arameros, opozita e opozitës është vegël e qeverisë, edhe s'm'impresionon mua kur. Zoti Klevis Balliu, në procedurë. Nuk e ke shtypur fare. Fare. Unë dua ta falenderoj më në fund që e nxorri kokën arkitekti i opozitës që e vet shpalli dhe e pranoi vet, kryetarin e grupit Partisë Socialiste, që dërgon disa mjeran atje, thot unë e kam bërë, thot vet kryetari i grupit, unë e kam nisur këtë procedurë, thot